mënyrës ndërtimit të pyetjeve. Nuk duhet të gjykoj, por nuk jam këtu që të jem dakord me ju. Unë jam këtu që të raportoj për punën e institucionit. Nuk jam dakord që të jem me ju, si mendoni ju gjërat apo si parashtroni ju gjërat. Dakord, të lutem me dëgjoj, unë të dëgjova dhe të dëgjoj. Nuk jam këtu për që jam dakord me ju. Jam këtu për të raportuar. Jam drejtuesi i prokurorisë së posaçme dhe jam për të raportuar. Nuk jam edhe se pashë atë deklaratën jo opozita, jo maggioranza, jo sjellja e opozitës, sjellja e maggiorancës, atë zgjidhemi me njëri tjetrin, nuk është pjesë e ime, se si sillen raport me institucionin. Sa i takon, unë do përqendrohem aty ku ka pyetje, ku ka pyetje do t'jap përgjigje. Tani, ju keni bërë një pyetje për të pyetja e parë, ju thoni jemi dakord, për disa persona nuk është fakt publik, i deklaruar publikisht, po ish drejtori i përgjithshëm i rrugëve është marrë pa ndehur, është dërguar për gjykim, nuk e di, është në fazën e gjyqtarit para gjykimit të gjyqtarit paraprake. Drejtori aktual po është marrë në dijen time i pandehur dhe ky është një fakt tjetër publik. Lidhur me pyetjen tjetër, është që ka të bëjë me ish drejtorin e Keshit, në dijen time ish drejtori është marrë i pandehur dhe po hetohet në kuadër të këtij procedimi penal. Tjetër, tek pyetja tretë, që thoni jemi dakord me mua që drejtuesi etj, nuk mund të prononcohem se tash nuk jam këtu për të dhënë dakordsinë time për mënyrën si ju i mendoni apo parashtroni gjërat. Bëj kërkesë të t'japim përgjigje për më tepër nëse e kallëzues. Dakor, siç edhe ju vetë e përmendët, keni një përvojë të mirë se takon komunikimet me institucionin. Sa herë keni kërkuar të dhëna për rastet ku ju keni qenë kallëzues, ju është kthyer përgjigje për zakonizave ligjore pa cënuar sekretin e hetimit. 4. Jeni dakord me mua që jeni dekretuar mbi prova dhe dyshime që grupi parlamentar ka vënë në dispozicion në lidhje me tegrat 1 dhe 3 për energjinë e humbur pa destinacion për abuzimet e bursës shqiptare dhe energjisë duke favorizuar tregtarët e furnizimit me energji. Tani, këtë nuk e kam këtë të dhënë nëse ne kemi filluar, për momentin, nëse ne kemi filluar një procedim penal raport me këtë ju që ju thoni, por nëse ju jeni të interesuar për më tepër nëse është bërë nga kallëzimi nga grupi parlamentar i PD-s, ne jemi detyruar t'ju japim informacionin e kërkuar. Për pikën 5, jeni dakord me mua që ju keni regjistruar dhe keni në hetim procedura të dyshimit në sektorin energjisë që me pak janë realizuar pa marrë lejen e ndërtimit dhe janë paguar kompanisë zbatuese sipas të dhënave të konfirmuara dhe për thesari për punë të realizuar pa leje ndërtimi. Këtë nuk e kam këtë të dhënë që ju përmendi këtu. Megjithatë, thash edhe për këtë rast, sepse jo të gjitha rastet unë i mbaj mend. Në këtë rast mund të adresoni një shkresë tek ne dhe ne pastaj do i përgjigjemi. Tjetra 6 është jeni dakord me mua që edhe pse ju hetoni sektorin e energjisë nuk di të ndalet në procese të proceduara që lehtësisht ngren dyshime për abuzime, pra ju keni humbur dhe qëllimin kryesor për të cilin u krijuar si strukturë e posaçme, atë të parandalimit. Nuk jam fare dakord me këtë, si prokuroria e posaçme në çdo rast që kemi marrë kallëzime, sinjalizime, informacione për elemente penale, kemi regjistruar procedime penale edhe kryesisht dhe ju jeni në dieni sepse her pas here dhe ju keni bërë kallëzime që prokuroria e posaçme atje ka qenë një hap para, ka bërë regjistrimin kryesisht të procedimeve penale dhe ne kemi hetuar dhe do vazhdojmë të hetojmë. Ne jemi organ i ndjekjes penale. Ushtrojmë ndjekjen penale. Parandalimi është pasojë ndoshta e ndjekjes tonë penale. Ne nuk jemi organ parandalues, është organ që ushtrojmë ndjekjen penale, institucion më saktë që ushtrojmë ndjekjen penale, bazuar në kushtetutë dhe në kodin e procedurës penale. Tjetër, pyetja 7, jeni dakord me mua se jeni duke hetuar dhe lidhje të mundshme midis inceneratorëve me Gonigal dhe partnerëve serbo-rus, sa kohë që është një çështje në hetim, nuk mund të jap asnjë informacion.
Jeni dakord me mua që jeni duke hetuar indicje se tek afera e tigrave përfitues mund të rezultojnë edhe subjekte të lidhur me gardën, lidhen me pyetjen me gardën e Iranit, lidhen me përgjigjen e mëparshme, me jem sillni shkresën të japim përgjigje. Jemi dakord me mua që ditë më parë u bë publik që ish ambasadore e Yuri Kim dhe negocioi ardhen e tigrave në Shqipëri, nuk kam asnjë lloj komenti, nuk kam se si të jem dakord, sa kohë që s'kam asnjë informacion, asnjë të dhënë dhe nuk ka se si të jem dakord. Këtu në stacioni 220 kW Fier janë tua, nuk kanë bëjnë me këto. Janë raste konkrete Jo se keri tjera pra. Ate. Jeni dakord me mua që jeni duke hetuar tuneli Llogaras për një aferë, po kemi bërë deklarim publik, po hetojmë për këtë rast. Është deklarimi bërë publik. Jeni dakord me mua që mund të ketë indici se këto para janë përdorur për të shpërblyer largimin e njërit prej aksionerëve të aeroportit të Vlorës. Nuk jam dakord, por hetimi patjetër në një hetim ngrihen pista dhe çdo pistë mund të jetë e mundshme. Hetimi do konkludoj, e para ka vepër penale, e dyta ka autor vepër penale, e treta ku shkuan parat, si u largua ajo që ju pretendoni. Po është pjesë e hetimit dhe nuk mund të them asgjë tjetër më tepër. Jeni dakord me mua që hapësira ajrore që aeroporti i Vlorës do të operojë është hapësira ajrore e një vendi të NATO-s, po që ne jemi vendi i NATO-s, si jemi tani këtu dim. Po tani. Po. Jeni dakord me mua që mosmarrveshjet civile në aeroportin e Vlorës mes aksionerëve të deklaruar apo aksionerëve indirekt me origjinë nga vendi i partnerëve mund të vënë në rrezik sigurimin kombëtare. Kjo është këtu futet vlerësimi në lojë, nuk jam këtu për të paraqitur vlerësime të mia lidhur me sa ju parashtroni, kërkoni dakordsinë time. Tjetra është të gjitha time që ju përmenda më sipër ju thot gjë emri Belinda Balluku dhe Edi Ramës, apo mendoni dhe ju që tashmë është Belinda Balluku, ajo që po hakumbulla, ky është një koment i joti dhe nuk dua të Ky është komenti joti dhe nuk dua të bëm pjesë e komentave të tua. Po, patjetër, për çështjen e onkologjikut, është çështje e hetim paraprak, domethënë po hetohet në dijenin time, fazën e hetimit nuk e di saktësisht se çfarë faza është hetimi i çështjes, po patjetër është një çështje që po hetohet. Sa takon sistemit TIMS, po është një çështje që është në hetim. Sa takon çdo qytetar nuk është nevoja të përdor SMS tek ju, por çdo qytetar që është prekur nga një vendim është prekur në kuptimin procedurial, i është sekuestruar një telefon, një pajisje tjetër, çfarë lloj tjetër, automjet çdo që tjetër, ka rrugë proceduriale, i drejtohen prokurorit të çështjes me kërkesë, me memo, prokurori, nëse vlerëson se prova materiale nuk i shërben më qëllimeve të hetimit, kthen sendin. Nëse vlerëson se kjo provë duhet mbahet deri në përfundim të shqyrtimit të çështjes, sepse mund të humbas origjinaliteti, atëherë nuk e kthen atë provën dhe patjetër vendimi i prokurorit është i ankimueshëm në gjykatë në gjitha shkallët. Do të më shpëtoj. Po. E fundit vetëm për sqarim. Nëse mundeni edhe një herë se mund ta keni kaluar. Çështjen e projektit në aeroportit Vlorës, a ka një hetim për këtë projekt aktualisht edhe për konfliktet që mund të jenë bërë publike në media apo në burimet hapura mes aksionarëve dhe a ka ke ju një referim për këtë çështje apo ka një hetim të nisur kryesisht nga ana juaj? Po. Mund ta ndizni mikrofonin. Unë thash nuk një çështje me emrin Aruba, se ju i veni emra çështjeve. Se a kam dëgjuar se unë qytetari i këtij vendi nuk kam gjë për ndarë tjetër. Faleminderit zoti Dumani. Nuk kam asgjë tjetër. Fjalën e ka zoti Strazimiri, për arsye se zoti Blushi i ka dorëzuar dhe me shkrim derisa t'i shohin gjitha pyetjet për të patur pastaj një përgjigje prokurorët. Pra kohë për t'i parë pyetjet. Zoti Strazimiri e ka fjalën për pyetje.